Keq ka kërkohet është mbrana ditës na mund të mbledhemi, ti themelojmë komisionet ose ti miratojmë komisionet parlamentare. Unë thamë më ta bojkotu edhe tonë, po desa unë kërkoj me morë te. Dhe kjo situatë po ndodh në një periudhë jashtëzakonisht të ndjeshme dhe të ngarkuar për punëtorët e radio televizionit të Kosovës. Me qenë se si procedurë keq ka duhet, kemi një kuvend funksional, kërkohet themelimi i komisioneve, miratimi i raportit, me miratim të raportit atëherë qeveria apo Ministria e Financave në këtë rast e bën ekzekutimin e fondeve. Pra është procedurë komplet e thjeshtë, me të njëjtin kërkesë kanë bërë edhe për buxhetin e komunave dhe për buxhetin vjetor. Por për këtë RTK-s, keq ka kërkohet është mbrana ditës na mund të mbledhemi, ti themelojmë komisionet ose ti miratojmë komisionet parlamentare, në këtë rast vetëm komisionin për buxhet, miratohet raporti dhe brenda ditës ekzekutohen mjetet për pagat e punëtorëve. Analogjia jote ka arsye nëse unë thamë më ta bojkotu edhe tonë. Po desa unë kërkoj me morë te, ti për kërkon mës me morrone. S'ko lidhje kjo me pagën, s'ko lidhje me ecurin edhe njerëzve deputet që kanë mandat funksional për me miratu raportin a me morë pagat gjithë punëtorët e RTK-s. Po ajo ndoshta do të vlejte për secilin deputet që ka mandat edhe po refuzon me buxhetin për pjesën e dytë të vitit 2025, ndonse i miratuar me ligj ende nuk është transferuar nga institucionet përgjegjëse. Edhe sot, kur kalendari shënon datën 10, ne punëtorët e radio televizionit të Kosovës ende nuk i kemi marrë pagat për muajin tetor. Kjo është hera dytë që punëtorët e radio televizionit të Kosovës mbi 700 punëtorë përballen me një situatë e tillë. Dhe kjo situatë po ndodh në një periudhë jashtëzakonisht të ndjeshme dhe të ngarkuar për punëtorët e radio televizionit të Kosovës. Përkundër vështirësive dhe mungesës së pagave, stafi i RTK-s ka vazhduar me përkushtim realizimin e projekteve madhore, profesionale si mbulimi i zgjedhjeve lokale dhe i balotazhit, përgatitja për mbulimin e zgjedhjeve të reja potenciale që tashmë po përmenden, realizimi i festivalit të këngës dhe shumë realizime të tjera. Të gjitha këto janë projekte madhore me rëndësi kombëtare,